ajetet janë qarta, hadithet janë qarta, lexoj edhe. Edhe pastaj në këtë formë e merr ai guximin edhe më don me fol për fen. E çdo ajetet qarta, çdo ajetet e qarta në surën Bakara, Omerit radhiyallahu anhu ja kanë marrë 8 vjet i cili ka qenë për më të fortëve në arabisht. Pastaj zhvlerësimi i dietarëve të nderuar vëllezër përmes mendje lehtëve. Edhe e sheti dikush i ka nëngu një ders 2, 3, 7, 10, sa i kemi bona 10 këtu, edhe thot qëre, djetarët, s'ka djetarët. Ja, sot djetarë nuk ka krejt janë të shitun. Krejt jamojnë onën kështu, jamojnë onën ashtu. A i tjetëri u bo pasune, këtë tjetëri, ama mirë, e ti me dhe derë se djetarë. Që i bjenë se, që tashej, për më bo njëri që shduhet, du të me kry një kurs, 2 javor, nuk ka nevoj me 30 vjetë me shku me kry dije, me morë dije. As ka nevoj me kry fakulteta, as magistratura, as doktoratura, as me shku në përgjalla, as me gjumja. 2 kurse dhe kryet, që kjo është dija e vërtet. Kjo është zullum i madh, nësni. Kjo është zullum i madh, sepse Omeri radhiyallahu anhu, e kemi përmend disa herë, 8 vjet në surën Bakara po rrin edhe sun po del prej sojna. 8 vjet po e mëson surën Bakara. Ha? S'po thotaj me 2 kurse, e ku ndi 2 hadithe të pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe kërsh ju vajt tash me dije. Kush do më ndor përpara? Ja, 8 vjet në surën Bakara. Vet Abdullah ibn Abbasin çka i thënë që sojna, vet Aliun çka i thënë që sojna, vet atjetën çka a kina i hadith që vlesin për çdo ajete, derisa i ka shnuk mirë. Se cilën ajet, një ka një, 8 vjet në surën Bakara, 8 vjet së ne ka kry klasën e parë, me thonë. Me po Omeri radhiyallahu kush ka qenë. E tash, cëllën rrugë po dhe shka me njekë. Më bosi Omeri radhiyallahu anhu, me shku me vjetë për me mësu Kuranin, e me mësu hadithet, e me mësu fekun, e me mësu në meselet e fesë, apo 2-3 kurse, edhe gjithë shka është në regull, gjithë shka okej, sepse feja është e letë, nuk ka nevoj për filozofina, nuk ka nevoj për fakulteta, nuk ka nevoj për fallet thash, ajetet janë qarta, hadithet janë qarta, lexoj edhe për. E çdo ajetet qarta, çdo ajetet e qarta në surën Bakara, Omerit radhiyallahu anhu ja kanë marrë 8 vjet i cili ka qenë për më të fortëve në arabisht. I cili këtu ajeti i ka përjetuar kur kanë zbrit. I cili nëse nuk e ka marrë vesh një ajet, e ka vetë pejgamberin ose i ka vetë sahabët të cilët kanë pas dije për ajetin. E tash a ka zhvlerësim më të madh? Vetëm se normal me ignorancë. Me ignorancë po do mi bolli më. Zhvlerësim më të madh të dietarëve se sa në këtë formë. Edhe pastaj në këtë formë e merr ai guximin edhe në do me fol për fen. Ja, këta të shkollumit apo këta i përzinë meselet. Këta me filozofina këta kështu. Po Allah azza wa jall nuk ja lën vendor këtë dije komplet njerëzve të cilët janë të prishur. Mundet dikush me botë lavere me dije, edhe me fej, mundet, edhe shush kanë ndodhë, edhe bojnë, edhe kanë me bojnë. Ama krejt njerëzit e dijes, komplet dalaverzi edhe me shit fejen, Allahu se lejon këto. Se lejon këtë dije me medë nësësi njerëz. 1, 2, 3 dalin, të mëkt, ose kalbën. Ama tjertë janë të shnurë se Allah azza wa jall këtë dije, në esencë nuk ja jep vetëm sa ati të cilin e donë. Ndërsa, ai pastaj në këtë formë, duke u mundu me mbrojt kishe fejen, e zhvlerëson fejen, e zhvlerëson alimin, e zhvlerëson ilmin, e zhvlerëson dijen, edhe mbetet Islami me 2 javë gjithçka kuptohet. Ose feja me 2-3 kurse, me 2-3 derse u kuptu gjithçka,